Test, një dy test. Faleminderit shumë që keni ardhur në këtë ditë të nxehtë, në këtë ditë vere, në këtë ditë të librit, zonja dhe zotrinj, miq të dashur, dashamirë të librit. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur në këtë ditë për librin, në këtë takim të veçantë letrar, kushtuar krijimtarisë së shkrimtarës son Elhame Dervisholli Gjyreci. Zonjën Elhame kam shumë të dashur. Ajo që prej shumë vitesh jeton e krijon në Danimark, por asnjëherë nuk harron të krijojë, që veprën e saj ta mbaj gjallë në lidhje me gjuhën, kulturën dhe lexuesin shqiptar. Në qendër të këtij takimi sot kemi 3 botime të shkrimtarës tonë të mirënjohur. Mu m'pëlqen shumë Kokomilo 2-shin e kemi, Vdekshmëria e pafajshme, Shtëpia magjike. Dhe ai që na ka ftuar në këtë takim është zotria e saj, zoti Ale Gjyreci, një duar trokitje të madhe për zotin e njohur. Që zoti Ale don me të pa krejt, çfarë burri model je? Faleminderit shumë gra, shumë zonja si zonja Elhame do të donin ta kishin një partner të tillë që ka krah gjithmonë për çdo gjë. Besoj që edhe punë të shtëpisë këta i bojnë bashkë, po veç një nuse krejt do të me pas. Punë të shtëpisë besoj krejt bashkë i bëni. Faleminderit të gjithëve veç që jeni pjesë e këtij takimi. Du të ndaj pak nga biografia e zonjës Gjyreci. Ajo është një shkrimtare, poete, romanciere shqiptare nga Kosova, ka lindur në 20 janarin e 60-s në Vragulit të fushë Kosovës, ndërsa që nga viti 91 jeton e krijon në Danimark. Edhe pse larg vendgjinjes, ajo ka mbetur e lidhur ngushtë me gjuhën, kulturën e letërsisë shqipe, duke ndërtuar një krijimtari të pasur që i drejtohet si të rriturve ashtu edhe fëmijëve e të rinjeve. Krijimtarinë letrare ka nisur që në moshë të re dhe ndër vite ka botuar poezi, romane e libra për fëmijë, ku trajton tema si familja, mërgimi, identiteti kombëtar, edukimin, dashurinë për atë dhe e vlerat njerëzore. Veprat e saj janë vlerësuar nga lexuesit dhe kritika, ndërsa ajo ka marrë pjesë në aktivitete të shumta letrare brenda dhe jashtë rrojeve shqiptare. Prandaj pash sot këtë përbërje dikush tha atje kartë që ky se kemi prit që vjen, thash zonja Elhame i ka nderuar të gjithë, prandaj duhet kthehet edhe nderi. Në biografinë e saj numërohen shumë tituj të njohur si Fjala e mirë, Kokomilo, Pafajësia, Luisi, Emri Adhe, Dështimin e jetë, Princesha Meri, Misteret e kohës, Vdekshmëria e pafajshme, Kokomilo 2-shi edhe Shtëpia magjike, duke dëshmuar kështu një krijimtari të vazhdueshme edhe një përkushtim të veçantë ndaj letërsisë shqipe. Këta tituj unë i kam në bibliotekën time, i kam lexuar, këto 2 fundit jo, por duhet t'i mbaj secili, edhe për ju që keni fëmijë të vegjël është mirë me i pas në fondi bibliotekar. Në të autorës e njëjtë, por qasje të ndryshme letrare kanë ata, njëri trajton realitetin dhe dramën njerëzore, ndërsa 2 të tjerë i drejtohen botës së fëmijëve pra dhe të rinjeve përmes imagjinatës. Këta 3 tituj të autorës, Vdekshmëria e pafajshme, Kokomilo 2 dhe Shtëpia magjike që do t'i përrojmë sot, pra kanë tematikë të ndryshme, por bashkohen nga një tipar i përbashkët në besimin se letërsia mund të edukojë, të prek shpirtin e të zgjojë shpresën. Zonja Elhame, faleminderit shumë për gjithë këtë punë që po bën edhe këto dhuratë që po jep lexuesit shqiptar. Faleminderit shumë. Pra,
me jetu në Danimark ose në një vend tjetër të huaj jashtë Kosovës e me mbajt me këmbgulje shkrimin shqip është një kontribut i veçantë për ruajtjen e gjuhës dhe identitetit edhe përmes letërsisë. Zoti Sen Ibrahimi, kryetari i shoqatës Papa Klementi 11 Albani, është redaktori shumë veprave, ai është edhe redaktori disa veprave të zonjës Elhame Gjurevci, ai ka redaktuar edhe këto 3 vepra, edhe unë të jap fjalën zoti Ibrahimi. Faleminderit Hyrdesi, moderatorën, për këtë prezentim të biografisë të shkëlqyer të Elhame Gjurevcit, shkrimtare tani, nderuar panel, të nderuar të pranishëm, po shoh të miq tan, studiues, shkrimtar, profesor dhe njerëz dashamirë të librit shqip. Respekt dhe mirë se keni ardhur. Shfrytëzoj rastin që në emër të shoqatës të shkrimtarëve t'ju uroj mirëseardhje, respekt për juve. Recensën time e kam titulluar për të 3 veprat, mund të them kështu. 3 romanet e shkrimtares Elhame Gjurevci janë një univers i pasur, me vlera njerëzore, edukative dhe kombëtare. Sot, me 2026, në ambientin e bibliotekës Sirxhi Sulejmani në lagjën Dardania të Prishtinës, jemi duke zhvilluar një ngjarje të rëndësishme letrare, mund të themi, për urimin e 3 veprave të rëndësishme të shkrimtarës tonë Elhame Gjurevci, të titulluara Vdekshmëria pafajshme 2023, Kokomilo 2 2025 dhe Shtëpia magjike 2026. Autoria, e cila ushtron detyrën e nënkryetare së kryesisë së shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi 11 Albani Suedi, e cila jeton dhe krijon në Danimark, duke qenë një nga zërat më aktiv të letërsisë shqiptare në Margat edhe në veçanti në shtetet skandinave. Këto 3 botime përbëjnë një ngjarje me peshë të veçantë për jetën letrare dhe kulturore shqiptare. Përmes tyre, Elhame Dervisholli Gjurevci dëshmon pjekurinë e saj krijuese dhe sjell para lexuesit rrëfime që prekun thellësisht botën njerëzore, ndërthurin ngjashmërinë me realitetin dhe pasqyrojnë vlera të qëndrueshme kombëtare e shoqërore. Me krimtarinë e saj, ajo vazhdon të pasurojë letërsinë bashkëkohore, shqiptare dhe të afirmojë ndjeshëm në botën perëndimore, sidomos në shtetet skandinave, të afirmojë identitetin ton, kulturën tonë shqiptare, kudo që jeton dhe veprojnë shqiptare. Faleminderit shumë Elhame, respekt për juve. Vdekshmëria pafajshme, e cila është një vepër që dëshmon qartë prirjen e autorës për të mbështetur një ngjarje të jetës reale dhe për të shndruar atë në letërsi me vlera artistike dhe njerëzore. Në tërësi, krimtaria e saj, e sidomos në romanet, Elhame Gjurevci shquhet për afërsinë me realitetin, me botën e njeriut dhe me dramat që shoqërojnë në jetën. Edhe në këtë roman, autoria nuk ndërton një rrëfim të trilluar, mund të themi, por sjell artistikisht një ngjarje të vërtetë, duke bërë lexuesin pjesëmarrës në dhimbjen, sakrificën dhe madhështinë e shpirtit njerëzor. Veçanërisht prekse është kur janë 2 epizodet që lidhen me mungesën e respiratorëve gjatë pandemisë që e kemi përjetuar të gjithë ne, ku përballë luftës për jetën shfaqet humanizmi në formën e tij më fesnike të mëshme të njerëzimit. Në njërën prej tyre do ta lexoj, po e citoj, marr si referencë nga vepra. Po doktor Fatonin, që e kundërta atë ditë, sa po filloj punën, rastësisht pa një djalë të ri që kërkonte ndihmën e tij në spital. Djaloshin i mirë, i cili ishte bërë e pamundshme frymëmarrja e tij, vërtet syt ju kishin zgjaruar nga golfatja dhe për një çast gjuha ju trash, ndërsa ai gërhiste duke ngritur trupin përpjet. Atëherë një plak tha: "Doktor, të lutem, merre respiratorin nga unë dhe shpëtoje djaloshin. Ky është i ri. Unë kam jetuar mjaft. Mua nuk më duhet më tej jeta."
Ky fragment shpalos një nga kulmet emocionale të romanit, ku sakrifisa njerëzore ngrihet mbi instinktin për mbijetesë dhe shndrohet në një akt të lartë dashurie për jetën e tjetrit, kur një plak e dhuron jetën e vet për një moshë, për një djalë të ri. Vërtet është shumë madhështore. Edhe një mesazh që vërtet njerëzimit duhet ta mbajmë në shpirtin tonë. Një skenë po aq prekse përsëritet edhe në një rast tjetër, kur doktor Berti përpiqet të shpëtojë një djalë të ri që kishte nevojë urgjente për respirator. Meqense të gjithë respiratorët ishin në përdorim, një grua e moshuar, një loke fisnike, ju ofrua vullnetarisht të hiqte dorë nga aparati i saj. Vetëm që jeta e riu të shpëtoi, edhe nëse kjo do të nuk kuptonte fundin e jetës së saj. Këto epizode në romanin e autore Gjurevcit janë prekse. Ato janë monumente letrare të humanizmit, janë monumente të cilat autoria e ngre mbi themelët e realitetit, duke dëshmuar se edhe në çastet më të errta të njerëzimit, drita e solidaritetit dhe sakrificës nuk shuhet kurrë, sidomos njeriu ndaj njeriu. Pikërisht për këtë arsye, titulli Vdekshmëria e pafajshme është jo vetëm i goditur, por edhe thellësisht domethënës. Ai përmbledh fatin tragjik të mira njerëzve të pafajshëm, të moshave dhe profesioneve më të ndryshme, të cilët u ndan nga kjo botë para kohë, pa asnjë faj, duke lënë pas dhëmbje, kujtime dhe mall të pashuar. Për më gjithsesi e keni romanin të cilën do ta lexoni. Në romanin 2, Kokomila 2, Elhame Dervisholli Gjurevci është vendos lexuesin në një univers krejt ndryshe, e ndërthur imagjinatën, urtësinë dhe frymën edukative. Shëron modelin e udhëheqësit të drejtë, të urtë dhe larg pamës, një pris që ndërton autoritetin mbi respektin për popullin dhe mbi përgjegjësinë ndaj të ardhmës së popullit të tij. Vizioni i tij shpalos përmes veprave konkrete, ndërton shkolla për arsimin e fëmijëve, ngritjen e urave të ndryshme si simbol i lidhjeve dhe zhvillimit të njerëzimit, ndërtimin e objekteve fetare si vend paqe e lutje, si edhe përkushtimin ndaj familjes. Veçanërisht spikat mbështetja e pakushtëzuar që ai i jep vajzës së tij Afroditës, duke krijuar mundësinë e tij të arrijë nivelet më të larta të dijes deri në formimin e saj si astronome dhe generale e ushtrisë. Njëkohësisht, romani pasqyron besnikrinë e tij të palëkundër ndaj bashkësortës së tij, Zonës, dhe dashurinë ndaj miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto vlera e bëjnë veprën një roman me karakter të theksuar edukativ, e shoqëror dhe familjar, i cili i drejtohet jo vetëm fëmijëve, por edhe lexuesve të rritur. Autoria përdor me mjeshtri imagjinatën artistike për të krijuar një botë frymëzuese, ku triumfi i së mirës, i dijes dhe i drejtësisë bëhet burim, shpresë dhe motivim për brezat e rinj që do të vinë pas nesh. Këtë filozofi të autores Dervisholli të qeverisës, autoria përmbledh bukur në fjalët e romanit. Po citoj: pika e parë është mirëqenia nëpër familje, gjendja shëndetësore, ekonomia dhe arsimi. Kështu Kokomilo punoi me njerëzit që i zgjodhi bashkëpunëtor të tij dhe brenda një viti arriti të bënte zgjedhjen e duhur për brenda dhe jashtë kështjellës së saj. Të gjitha punët që duhet të bëshin, Kokomilo nuk japte urdhra, por pa u konsultuar me bashkëshortën e tij Zonën. Po vazhdoj me romanin e fundit Shtëpia magjike e autorës, e cila vërtet ka punuar dhe vërtet unë si redaktor i librit, unë vërtet jam i nderuar që jam redaktor i këtyre 3 veprave. Në romanin Shtëpia magjike, Elhame Dervisholli Gjurevci paraqitet si një autor tashmë e konsoliduar në letërsinë për fëmijë, duke dëshmuar vazhdimsi krijuese dhe një përkushtim të veçantë ndaj edukimit moral, shpirtëror dhe qytetar të brezit të ri. Veprëmëria e saj letrare, e zhvilluar ndërmjet mërgatës dhe hapësirës kulturore shqiptare, përfaqëson një kontribut të çmuar në pasurimin e prozës bashkëkohore me karakter edukativo-arsimor. Në këtë roman, autoria ndërton një botë artistike ku fantazia dhe realiteti bashkëjetojnë natyrshëm, ndërsa në qendër vendos njeriu me vlerat që e fisnikërojnë atë, si populli shqiptar që jemi një popull fisnik. Shtëpia magjike është ndërtuar mbi një vizion thellësisht humanist,
miqësia, solidariteti, barazia, mirëkuptimi dhe dashuria për njëri tjetrin nuk mbeten vetëm motive letrare, po shndrohen në boshtin ideor të veprës. Përmes një rrëfimi të ngrohtë dhe plot imagjinat, autori synon të formojë tek fëmijët ndjenjen e përgjegjësisë, respektin dhe besimin e vlerave universale, duke e bërë romanin një vepër me rëndësi jo vetëm artistike, por edhe edukative. Në letërsinë e kremtarisë së saj, Elham Xherefsi te i kalon kufit e një vepremtarie të zakonshme letrare. Romanët e saj dëshmojnë për përgjegjësinë e krijuese të shkrimtares në shërbim të shoqërisë dhe për rolin e rëndësishëm që autorët shqiptar në Mërgat luajnë në ruajtjen, pasurimin dhe afirmimin e kulturës sonë kombëtare. Përmes veprave të saj, ajo forcon urat shpirtërore, kulturore ndërmjet Mërgatës dhe Atdheut, duke dëshmuar në letërsia mbetet një nga format më fesnike të ruajtjes së identitetit kombëtar. Pikërisht për këtë arsye, vepremtaria letrare e Elham Xherefsit do të trajtohet si një kapitull me vete në librin thesari kombëtar i Mërgatës shqiptare në Suedi, vëllimi numër 14, i cili botim do të dalë në vitin e ardhshëm, vitin 2027. Për mua, në planin personal dhe profesional, është një nder i veçantë që kam qenë redaktor i këtyre trive romaneve. Gjatë këtij procesi, pata mundësinë të njoh nga afër botën krijuese të autores, mendimin e saj dhe të kthjellët, ndjeshmërinë artistike dhe përkushtimin e palëkundur të letërsisë. Urime Elham Xherefsi, respekt për tri veprat, dorë të arkite për pandeshëm, respekt. Faleminderit zoti Ibrahimi. Për ne është shumë vështirë me bën një kritikë të punës me letërsi, ata që janë njohës të kësaj fushë nuk e kanë lehtë, sepse me përcjell mesazhe përmes romaneve besoj është shumë vështirë për të ndërtuar, sepse gjithmonë autori është mes një realiteti dhe atyre figurave ilustruese që duhet me i përfshi, derisa ta mbyll me mesazhin që dëshiron të marrë lexuesi në mbylljet e librit. Zoti profesor Muhamet Ibrahimi ka pa gjithashtu punën e zonjës Elhame, unë ftoj tani për një vështrim të tij. Recenzimin për veprën Dëshmëria e pavojshme e kam titulluar Estetika e traumës kolektive dhe humanizmi si bashkë i rezistencës njerëzore. Në korpusin e letërsisë bashkëkohore shqipe, romani Dëshmëria e pavojshme e shkrimtares Elham Xherefsi paraqitet si një vepër me karakter të theksuar, dokumentues, social dhe humanist, e cila është ndërrënje nga përvojat më dramatike të shekullit 21 në një rrëfim artistik me dimension universal. Duke mos marrë si piknisje vetëm pandeminë COVID-19 dhe pasojat e saj, por duke parë edhe rrëfime të tjera të jetës njerëzore, mbi jetën individuale e kolektive, autorja ndërton një tekst narrativ ku realiteti historik dhe përpunimi artistik bashkëjetojnë në mënyrë organike, duke krijuar një roman që funksionon njëkohësisht si dëshmi e kohës dhe si reflektim mbi fatin e njerëzit. Vepra ndërtohet mbi një strukturë narrative lineare, ku ngjarjet historike, duke filluar nga tërmeti tragjik i Durrësit e deri te shpërthimi global i pandemisë, nuk shërben vetëm si sfond kronologjik, por si mekanizëm që vën në lëvizje konfliktin ekzistencial të personazheve. Në këtë aspekt, romani e kalon kufitin e rrëfimi kronikal dhe zhndërrohet në një analizë të gjendjes njerëzore në kohë krize, duke trajtuar raportin ndërmjet jetës dhe vdekjes, frikës dhe shpresës, përgjegjësisë individuale dhe solidaritetit kolektiv. Një nga arritjet më të rëndësishme artistike të autores është ndërtimi i figurës së mjekut si simbol etik i rezistencës. Personazhet e Violës dhe Betit nuk kufizojnë në funksione protagonistëve të subjektit, por ndërrohen në bartës një sistemi vlerash që afirmon dinjitetin njerëzor, profesionalizmin dhe sakrificën. Përmes tyre, autorja rehabiliton figurën e Mentalbardit, se hero e eshtur i kohës moderne, duke zhvendosur heroizmin nga fusha e luftës tradicionale në betejën për mbrojtjen e jetës njerëzore. Dimensioni emocional i romanit ndërtohet mbi një realizëm të ndjerë, ku humbjet individuale sintetizojnë tragjedinë kolektive. Episodet të ndarjes së familjeve, pamundësia për të dhënë lamtuminë të afërmëve
izolimi social, mungesa e respiratorëve dhe aktet sublime të vetë sakrificës krijon një diskurs narrativ që vendos lexuesin përballë pyetjeve themelore mbi kuptimin e jetës dhe kufijtë e humanizmit. Pikërisht në këto fragmente, romani arrin intensitetin e tij më të madh artistik, sepse emocioni nuk ndërtohet mbi sentimentalizëm, por mbi përplasjen e vazhdueshme ndërmjet shpresës dhe fatalitetit. Nga perspektiva tematike, Dëshmëria e pafajshme nuk mbetet vetëm një roman i pandemisë. Ai është një tekst që rreth vetës mbat shumë probleme, mbi përgjegjësinë morale të njerëzit në raport me shtetërimin bashkëkohor, reflektimin mbi zhvillimin teknologjik, globalizimin, informacionin, politikën ndërkombëtare dhe raportin e njerëzit me natyrën, e zgjerojnë horizontin interpretues të veprës, duke bërë atë një rrëfim që dialogon me shqetësimet më të rëndësishme të kohës sonë. Në këtë mënyrë, pandemia nuk paraqitet vetëm si fenomen biologjik, por edhe si provë morale e shoqërisë moderne. Një tjetër element me rëndësi është dimensioni identitar i romanit. Personazhet shqiptar, të integruar në shoqërinë italiane, ruajnë lidhjen shpirtërore me origjinën dhe kulturën kombëtare. Ky aspekt nuk paraqitet në mënyrë deklarative, por ndërthuret natyrshëm me zhvillimin e subjektit, duke dëshmuar se identiteti kulturor mbetet një burim force morale edhe në situatat më ekstreme të ekzistencës njerëzore, ngarkuar mjaft me elemente të cilat japin shumë detaje si për personazhet ashtu edhe për situatat. Diskursi narrativ karakterizohet nga përshkrimet të zgjeruara, dialog funksional dhe monolog refleksiv që japin veprës një dimension meditativ. Vëret prirja për të ndërthurur faktin dokumentar me elementin artistik, duke krijuar një tekst që ruan vazhdimisht ekuilibrin ndërmjet besueshmërisë historike dhe ekspresivitetit letrar. Nga këndvështrimi simbolik dhe titulli Dëshmëria e pafajshme sintetizon filozofinë e romanit, ai nuk referohet vetëm humbjes së jetëve gjatë pandemisë, por shpreh absurditetin e një tragjedie ku viktimat nuk janë fajtuar për fatin e tyre. Kështu koncepti i pafajësisë fiton një dimension etik e filozofik, ndërsa dëshmëria shndërrohet në metaforë të bishtësisë së ekzistencës njerëzore për barfolcave që te kalojnë kontrollin individual. Në përfundim, romani Dëshmëria e pafajshme përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në letërsinë shqipe me tematikë bashkëkohore. Vlera e tij nuk qëndron vetëm në pasqyrimin e një periudhe historike, por në aftësinë për ta universalizuar atë përmes artit letrar. Elhami Dervisholli Gjyrevci arrin ta ndërtojë një narrativ ku memoria historike, etika njerëzore dhe ndjeshmëria artistike bashkojnë një tërësi harmonike, duke ofruar lexuesit jo vetëm histori për të lexuar, por një tekst për të reflektuar. Ky roman mbetet një dëshmi artistike një kohë kur njerëzimi u përball me një nga sfidat më të mëdha të historisë së tij, ndërsa letërsia dëshmoi edhe një herë aftësinë e saj për të ruajtur kujtesën kolektive dhe për të dhënë kuptim për vojat më të dhimbshme të njerëzit. Faleminderit shumë profesor. Shumë faleminderit. Zonja Lame na ka bë të lashën edhe këto me këto libra. Më ka pas thënë mu m'ja bën një recenzencë të Kokomilo 2 dhe i thash nuk e di më ja unë di me lexu, por nuk di me bë kritik. Edhe kështu që recenzen time e keni te Kokomilo 2, nuk du m'ju marr shumë kohë. Ai është ky roman pas disa vitesh edhe si një roman tjetër që i dedikohet fëmijëve e adoleshentëve që mund të mësojnë shumë nga aventura që ndërtohen në këtë roman. Disa po flasim për fëmijë këtu dhe për shkruja vajzës, a i kanë lënë shporetin, se gjithë tut, a i kanë lënë shporetin në nonat asnjëherë s'ra atomi, e paramendoni qysh zonja Lame i ka rritë fëmijët e vet, me tut a i kanë lënë shporetin, a ka harru diçka një fjali atje të libri, derisa ka pas diçka drekën të shporeti. Këto janë edhe dy personalitetet tona të shquara në panel. Kam nderin shumë sot t'i prezentoj, është njëri ndër shkrimtarët tonë të mëdhenj të letërsisë shqipe, zoti Nazmi Ramani, faleminderit shumë zoti Ramani që keni nda kohë. Po besoj që shumë prej nesh e mbajmë mend veprën e tij malësorën që mësojshim dikur në shkollë. Malësorja është një prej veprave më të mëdha e më përfaqësuese mendoj të letërsisë shqipe. E mbaj mend prej shkollës, aty ka shumë çka për identitetin shqiptar, për familjen, për nanën, për gruan, apo jo zoti Ramani, aku majt mend bre.
Edhe prej veprave që unë i mbaj mend dhe i kam shumë për qefi, ka qenë Toka e përgjakur, e pas vdekjes edhe Rruga e shtëpisë time. Zotë Ramani, po kem qef me dëgju. Dhe së të gjithëve, sepse është kënaqësi e veçantë që merrni pjesë në përurimin e 3 librave të zonjës Elhame, por me këtë rast, me qenë se unë nuk i kam lexuar librat, nuk mund të flas për libra, as për vlerën e tyre, as për rëndësinë e tyre. Mirë po, do të them vetëm një fakt. Me qenë se jam marrë shumë me veprimtarinë botuese në gjuhën shqipe, ka qenë dikur kohë kur duhet të kalonin 2-3 vjetë që t'jetë një libër, një dërshkrim, qoftë një poezi ose në prozë që vinte në rilindje për botim. Pra, gruaja dikur, femra në përgjithësi, femra shqiptare në përgjithësi, merrej pak me letërsi, ashtu si edhe me punë tjera publike që ishin me rëndësi për zhvillimin e kulturës në përgjithësi. Ndërsa tani kemi mjaft libra, kemi mjaft autore, kemi shumë autor të cilët paraqiten me dërshkrime të ndryshme dhe me vlera shumë të rëndësishme për letërsinë tonë në përgjithësi. Duhet të kësaj edhe një fakt se tani shkruhet letërsi edhe nga njerëzit tanë që jetojnë jashtë. Dikur ka qenë mungesë e kësaj pjesë të letërsisë për arsye se njerëzit që shkonin jashtë nuk ishin ata që do të merreshin edhe me letërsi, sikurse janë krijuar kushtet tani. Dhe marrja e njerëzve që jetojnë jashtë Kosovës ose jashtë Shqipërisë dhe viseve tjera ku jetojnë shqiptarët, marrja me letërsi e begaton fondin e përgjithshëm të letërsisë tonë. Prandaj kjo është edhe një prej rëndësive edhe të librave të zonjës Elhame, të cilët po i promovojmë sot. Uroj që jo vetëm këta libra, por edhe shumë libra tjerë të krijoj zonja Elhame, por të krijojnë edhe shumë krijuese dhe krijues të tjerë të cilët jetojnë kudo nëpër Evropë ose në botë. Ju falenderit edhe një herë. Faleminderit shumë zoti Ramani, këtu kemi edhe zotin Martin Quni. Faleminderit shumë zoti Quni që sot na jeni bashku në këtë festë të librit, një mërkimtar i yni, një poet, shkrimtar, një zë i fuqishëm i gjuhës dhe letërsisë në mërgatën tonë. Reportazhe lufta unë të një aty pak më shumë, apo? Si kam lexuar më shumë libra. Përshëndetje miq të nderuar dhe me kesha. Përshëndetje dashamirë të artit. Urime Elhamës për suksesin, për botimin e ri dhe urime jo vetëm kësaj, po të gjithë krijuesve në diasporë. Kjo është një shtyllë e veçantë e kombit. Nuk mund ta ndajmë nga krijuesit në atë vaj. Ndoshta po e teproj pak, por të them se numri nuk është bashkë i vogël i krijuesve. Me disa dekada janë bërë edhe shoqatat e krijuesve shqiptar në për disa vende të Evropës. Në Gjermani, Suedi, në Austri, në Zvicër e tjera, dhe këta krijues nuk janë indiferent ndaj atë dheut, por gjithë se cilit zemra i dhem për atë dheun. Nuk mund të flas për libra se nuk i kam lexuar, mirë po urimen nga zemra për gjithë këtë punë, zonjës Elhame, Lash Zoti dhe veprat e tjera. Uroj që shqiptarët të krijojnë dhe t'i kallëzojnë botës, se vetit mjaft i kemi kallëzuar, por ne kemi bërç
që t'i kallëzojmë votës, edhe kemi çka me kallëzu, dhe kemi të gjitha fakte, nuk kemi nevojë ta themi asnjë të pavërtet. Derisa fqinjet tonë, armiq të përbetuar, dëpërtojnë me vepra falso, me rrena, ta them lirisht, ne mos dëpërtojmë me fakte, nuk kemi nevojë me thonë asnjë të pavërtet, vetëm a mund t'i themi të gjitha. Këte kemi bërç, e kanë akademikët edhe krijuesit. Kjo është detyrë e tyre. Kërkoj ndjes e zgjata pak, urimet më të mira edhe një herë zonjë. Faleminderit. Faleminderit zoti Martin, kënaqësi me ju pas këto. Zonja Elhame gjithmonë në bisedat e lira që kemi folë ka tregu për dinamikën e shkrimit të saj në libra, gjithmonë thë kam edhe diçka tjetër, kam edhe një ndërshkrim, ja kom pa ato fletorët e saj ku shkruan me dorë. Sigurisht fëmijët e saj kanë pas gjithmonë këtë ambient pune edhe rëmujen që shkaktohet në thonjza me libra dhe edhe këtë kam na tregu mas mirë të Laur fjala për ty. Është vajza e Sonjës Elhame këtu, kam na tregu se si ajo është e nanën e saj edhe nanë dhe shkrimtare. Përshëndetje të gjithëve. Si vajzë e madhe, jam gjithmonë e nderuar me majt një fjalim të vogël për mamin tonë. Ne si familje jemi shumë krenare për ta, për punën që ka arrit, për sakrificat që ka bo. Nuk është edhe letë në 10 huaj me i rrit 4 fëmijë, me i eduku në frymen e adheut, edhe me i bo me ecë për para sa ma mirë e sa ma lartë, edhe me ja kushtu kohen letërsisë. Kemi jetu në kushte jo dhe shumë të vështira, mirë po kjo ka qenë gjithmonë shtylla jonë, si kjo si babi, me na rrit, me na eduku, që na vendindjen tonë mos me harru korë. Ne kemi fëmijë, edhe ne po mundohemi që këto tradita, këto vlerat që i kemi ne si kam shqiptar, t'ja përcjellim fëmijëve tanë, që edhe ata mos ta harrojnë se prej ka kanë ardhur. Edhe këto pata mi thonë, nana jonë ka punu shumë, unë e kam shkru një fjallim këto mirë pa, kur dal këto para mikrofonit, ma shumë kam qef me i shprej ndjenjat edhe fjallë që më daljen prej shpirtit, prej zamrës, e jo qka i kam menu me i shkru, po. Këto ne jemi shumë krenar si na fëmijët, si një panbesat, për arritjen që ka bo nana jonë, kjo ka arrit shumë, kjo është krenaria jonë, kjo është një nanë e mirë, shëmbullore, një gjyshe e përkushtuar, me një pambesa lunë si kur me qenë fëmijë me ta. Kjo është vërtet një krenari për ne si familje, si fëmijë edhe si familje që jemi. Kështu që përgëzoj shumë e të uroj e arritje tua mos paqin kur mbarem. Faleminderit Laure dashur, gjithmonë kanë thënë të na pas një burri të suksesshëm është një gruaje e suksesshme, se të na veç burrat ju ngon skenë, gratë si në rije dëgjush. Tash gratë kanë dalë në qendër, burrat kanë me si pak, zoti Ali po du shkurt me ta thonë fjallën, se ajo është shkaktari që na ka bo sot bashkë, në një takim që kishim për librin, po këto tha, dëgja po du m'ja bo Elhamës një fest të tillë për librin, u thash, tha po, do me thonë një sistemi ka qenë i ti, zoti Ali, a mund është lutem pak? Po du me ta thonë në fjallën. Me na treguat historinë kur të humbët zënja Elhamën në përshtëpi. Po, hup ka herë, po në më pezgjoja pet. Ju përshëndes gjithve, edhe ju falenderoj shumë që keni ardhur në këtë eveniment. Unë Elhamja shkruan, unë një maj. Edhe mundin e saj kam qef me quhe pjedestalin më të lartë, jo m'ja hupen. Edhe unë qa kam një mune, veç ka njerë po m'hup natën,
se po qohet me shkrua atje, kur po këshyri sështë. Te për lypit, dikur po më bjen mend që jo dalë me shkrua, edhe po shkaj po bia pet po flaj. Ju faleminderit që keni ardhën, e lomës e sukses edhe ma shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë zotë Ali një madh, është shumë fat për gratë zonja që kanë partner të tillë, është shumë e rëndësishme mbështetja e partnerit, sepse vërtet asnjëri vetëm nuk mund të shtyjë asnjë punë përpara. Zonja Rame, besoj e dini të gjithë edhe punën e saj, dikush nëse don për ju të marrë fjalën shkurt para se të jap fjalën asaj si një koqire. Zotë Gërguri. Nderuar panel dhe të praneshëm, unë kam lexuar Kokomilën një. Jo një herë, kam lexuar shumë herë, por dola për diçka tjetër. Të shumtën, edhe në Mergem, jemi të këtuajt këta, me atë kuptimin patriarkal, të bëhen burrat, moshkujt, djemt, gjoksaman, mitsokola, pak femra. Dekada e fundit, mos të ma shumë, ka filluar që dhe femra tjetë në mesin e tyre. Tha hyra pas një burrit sukseshëm që ndër një grua sukseshme. Mos pajtojnë heq. Ja. Ajo e ka kalu koha, e ka demantu, dhe unë s'do të them që mas Elhamja është poete, shkrimtare, por e ka një shtytje, e ka një mbështetje, e ka një stimulim, e ka një inspirim, e quhet Ali. E kam përcjellur për takimet tona, për festivalet tona, gjithmonë afër, pranë, me te dhe bashkë me te. Nga njëherë kam provoku kështu nga pak Alimë, që shgëuja për parti mrapa. Hamitën po përpiqen ta jepat pjesën tim, ajo e jepat vetër. Dhe kur shkon femna është më shumë se krijuese, më shumë se poete, sidomos për jashtë. Për të gjithë ne mergimtarët, femna krijuese është kënaqëri e posaçme. Urime Ali dhe të përgëzoj për durimin tënë që ke pas, për atë kohë që ka kushtu bashkëshortit, si bashkëkollëtar besnik, që në kemë mësuar e tjerëve dhe qështë sillemi e bëjmë ma burat mirë ndaj grave tona. Urime Ilhame. Kemi dhe shumë vitra dhe ta. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zoti Ahmet, zotëria atje, ju lutem prezantoni. Për të gjithë, kemi kënaqësinë që kemi ardhur me këtë prezentim të këtyre librave nga zona e Elhamit Xherefsi. Përshëndes familjen Xherefsi, me qenë se personalisht nuk kem taku me ta, por kam informata nga profesori Vesil Maluku, e kam kusheri Veselin, profesori Beram Hoti, e kam derën që jam prezent, profesorin Nazmi Ramon në knasinë e komision mesin tonë, edhe është me shëndet mirë, i lumt, por shkërimet po bëhen të shumta, por lexues më pak, e jam kam knasinë që peshove 3 që kanë ardhur, inshallah vazhdojnë me lexues sa më shumë librat, disa tematikat prekën nga librat e Elhamës ishin shumë prekse dhe rëqese, i lumt, respekt shumë. Këta diaspora çdo herë janë prezente ne, edhe pse disa fjalë kanë folë ne, por nuk na harrojnë, na si harrojmë asnjëherë. Më kujtohen në një vjerë që isha i mitur nga një motër në xhami e ku mësua, me qenë se aso kohë ajo ishte mosanike Vesel, pothuajse shtëpiza ime. Më thanë deshte ta recitoj këtë vjersh, edhe ndër të fëmijëve që janë atje matri. Shtëpiza ime, atje për katundit, atje skaj, atje lumit, atje larë kam një shtëpi ku banojnë prindë mi. O është e vogël, por zbukurime, por e madhe në zemrën time. Ty të dua, oj, foleje, se je vendi ku kum leje. Jo s'të ndrojas me palate, lete jenë dhe me shumkate, se mbi të gjitha në këtë dhe, jeshtë e piza ku kum leje. Respekt për të gjithë. Veshta këtë ka tjelë ka... Faleminderit shumë zoti Maloku, na sollot freski, faleminderit shumë për këtë dhuratë. Çfarë kënaqësie, shumë faleminderit për gjestin tuaj dhe kujdesin.
Edhe një fjalë për ja profesorit Yusuf Bajraktari, një bashkëpunëtor i afërt me zonjën Elhame, ju lutem. Gjithve kam marrë me knasi, kam pranu ftesën, se kam mendu se do të them diçka, por vërtet ndërgjegja dhe puna e bërë, njohja mbi 2 dekada ose afër dekada me familjen Gjureci, edhe pse unë jam në Suedi, këta jam në Danimark, por unë kam tim vëlla dhe familjen e tje, dhe prej 1994 nifëm me këtë familje. Këtu kam edhe konatën dritë, ku më refente edhe më tregonte për Elhamën, se si është, kush është. Dhe unë si besoja fort dhe s'ma moshte fort mendjen edhe syrin, kështu se edhe Aliu ishte një njeri, është një prind, të dytë jam prind shkëlqyer, u tha shumë edhe nga vajza, edhe nga të tjerët. Është vërtet kënaqësi të kesh një familje të tillë, është vërtet kënaqësi të nifesh me një familje të tillë. Elhamja zbashku me Alinë dhe familjen të tjerë, fëmijët janë në çdo aktivitet kulturor artistik, në çdo porët jetës të mërgatës, aty ku i kërkon, Elhamja është edhe një poete e shkëlqyeshme. Librat e saj besoni i kam në bibliotekë, por nuk kam arrit të shfletoj ende. Gradualisht edhe do i shfletoj, edhe do ja bëj, po i betohem një recension për njërën nga librat. Kjo Kokomilo diçka po tingëllon shumë e madhe. Unë uroj suksese, punë të mbarë, dhe mos ndalë të punov mendja dhe pena Elhime. Faleminderit shumë, të kursejmë kohën dhe vapën, sigurisht është vaktu. Zonja Elhame është rende të dëgjojmë ty. Zonjës Elhame i punon ma shumë lapsi, se sa kjo na dëgjon edhe shumë e flet pak, por duhet të dëgjojmë edhe ty. Përshëndetje për të gjithë që morët pjesë në këtë vapë kaq të madhe. Mi po jam shumë e lumtur dhe krenare që kam të gjithëve këtu pranë. Faleminderit nga zemra të gjithëve. Që tha Hyra, unë e pak fuli, ma shumë dëgjoj. Mirë po, mazi folën pas redaktori, recensist, mu mbeti pak profesorët, kështu që doja dalë pak të flasë dhe në mënyrën time. Në emrin tim personal të familjes sime, e të shoqatës Papa Klementi XI Albani Suedi, ju përshëndesim të gjithë pjesëmarrësve me radhë. Nga zemra ju falenderoj që gjetet kohë në këtë vapë të madhe dhe u bët pjesë të këtij eventit. Shumë domethënës për mua. Ndërsa për librin dhe punën rreth krimtarisë sime, u thanë të gjithat nga bashkëpunëtorët që ne punojmë së bashku deri në finalizim të librit. Redaktor Hysen Ibrahimi në 5 romanet e mia nuk kursen asnjëherë ku me punën e përkryer dha maksimumin në çdo vepër time. Faleminderit kryetar. Faleminderit 2 lektorëve. Profesor Mohamed Ibrahimi, Profesor Fidan Baliu. Faleminderit recensës zonjës Hyrë të Eci që u bë pjesë e romanit Kokomilo Dësh. Faleminderit familja ime e dashur për përkrahje që çdo herë më bëni të lumtur dhe krenar. Por krejt në fund, një falenderim i veçantë shkon për bashortin tim Aliun, është krah i djathtë imi në çdo hap e kam pranë. Ky njeri zemër bardh, hapi rrugët e vështërsuara që qenë për mua, sot eci lëshëm në këtë drejtim. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit shumë, zonja Elhame.
Shumë të arsi, sa e mirë që jenë. Shumë faleminderit të gjithëve, edhe njerë dua të ju falenderoj në emër të zonjës Elhamës, zotit Ale Gjurevci, për pjesëmarrjen tuaj. Këtu jashtë kemi nga një ujë dhe librat mund t'i merrni aty, edhe freskomi pak, bëjmë edhe muhabete tjera kush ka hapësirë dhe kohë. Faleminderit shumë. Ju lutëm të gjithë ata që aty në korridor ka ujë, ka nesesh, edhe ka një libër kur do në më shërby me libra, kur në një pa merë një vetë.